Vjeshtë e grisur, Adem Gjeladini. Në ishull pa gjumësie. Përpëlitet keqës ëndra në panelin gjyra shumë. Mbi gjithë e vjeshtë në përerë, natës, kur s'ka një sy gjumë. Vritet valja e yjeve, në velo hanë mbështjel, dikund, në përval deti, korijeve, në gjurmë për të imali, më ndjel. Dhe asgjë së është më si më parë, veçyje të fikur në kupëqil, më ngjese për tej si ëndër e vrarë, që godasin fort me resedijel. Fiksion. Të ketë si e përhumbur, mbi shushurim qethesh, ndjeva të belbëzoj emrin tim, dhe këvalviteshin në përerën e urtë të nëntorit rebel e binin për tokë. Aty, ku andrat ne i përkundrim, dhe prisni mëngjesin kur të del atë botë, kur yjet i fusnim në gji, e hanën e ftonim në valës lumëturie dhe natës, vuajtjen ja kthenim në gëzim. Përsëri, për çudi, përsëri, stuhi që nuk ndal, dhe hovshëm hapëron të luaj loj me yje, me ylber në përnat, mbrëmjes, mëngjesit, në përmesnat dhe përsëri, çudi, kjo stuhi e vjeshtë së bon. Ja dhe pak të për Adem Gjeladinin. Vjeshtë e grisur është një penelat vargjesh me ngjyrat e vjeshtës plot imazhe të fjalës artistike që për poetin është e shenjtë e plot magjie e shijete, frymëzuar vendlindjes së tij të bukur kërçovës në stinën e simfonisë së gjetheve me melodinë e kujtimeve nën motive shiu, plot dëshira të fjetura. Autori vjen me përsosmëri vargu dhe pjekuri artistike të komunikimit mes impulseve të brendshme dhe reflekseve nga jeta, me autorofim gjithë ngjyrime ngarkesë figurative që të emocionon me elegancën e përcjelljes së ideve e ndjenjave të bukura. Pra, Adem Gjeladini është poet i lirizmit universal me fjalën e përkor plot shpresë. Marieta Shatro Rapaj, poete shkrimtare përkthyese. Dhe ai i përzyen yjet aq bukur, e zhvesh hënën aq lehtë, i puth pikat e shiut, i strup ngrok dëshirat e lashta. I ngjit gërmat mbi buzë të plasura malli, ngjyrën e muzgut e gris, e bën ditar shpirti. Poeti metaforave me kuror, mjeshtër i figuracionit, skalitësi i emocionit në shpirtin e lexuesit. Pikërisht, Adem Gjeladini vjen sërish me një buqet vargjesh ngjyrë vjeshte, vjeshtë e grisur. Titullohet vëllimi më i ri i autorit që me bindje them do të jetë një ylber që njërin skaj e ka në dorë të lexuesit, tjetrin brenda shpirtit të tij. Aurela Kurtaj Rukaj, për Adem Gjeladinin.